Para se trajtojnë ceremonisë me që shteti është në njësie, juftoj qytetarët që të ngrihen në këmbë në shenjë respekti dhe nderimit të jetës së vetes së shkretarit Ismail Kadari. Ndroni sot më shumë se kur. Vepro e lën provat presh. Fol e të njën zani dhe s'kaje. Jeto atjet tanën, jo të tjere. Ngihu me gjana si kushën të zemën, pi burin e vetëve e oqeanëve. Mëso e burin i dijes mos ti me shterë. Të dashur mysafirë, të dashur prindër, të dashur maturantë. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në ceremoninë e diplomimit të gjeneratës 2023-2024 të gjimnazit Lojor. Sonte jemi mbledhur për të festuar dhe shënuar një hap të rëndësishëm të maturantëve tanë që besojmë të mbetet në kujtim për gjithmonë. Një përshëndetje e veçantë për zonjën Jeta Xhara, e cila pas propozimit të udhëheqësisë së shkollës pranoi të jetë folëse frymëzuese për ju maturantë të dashur. Për shkak edhe falenderojmë shumë dhe urojmë mirëseardhje në kampusin e Lojora Gimnazi. Mbrëmjen e fillojmë një fjalë të shkurtër nga drejtori ekzekutivi i Lojora Gimnazi zotri Elias Kolle. Në famësi për të qenë fizikisht prezent, ai ka dërguar një video porosi. Mama, dear students, I hope you're already celebrating. I would like to, from the bottom of my heart, congratulate you for your success. I wish you a wonderful time ahead. Of course, you've been working hard for that moment, but you really all deserved it very well. So, Urime, for you, and with a few words, I would like to also personally just greet you from Switzerland. Unfortunately, I cannot be there tonight. So please test your boundaries. Do also things that you believe, that you sincerely believe. I know it's very difficult. It's easy to say, but it's very difficult. But do things that you believe you're not good at. And try many times. Fail, fall to the ground, get up again, and really enjoy the loads of opportunities that are out there. Sometimes it also requires to break up with stereotypes, sometimes even with loved people for some time. Go your own way and enjoy as long as you can. Edhe një herë urime for all of you. Enjoy the night. Greetings from Switzerland. Bye bye. Zotin Koller për të fjalim frymëzues, shkërpër fjalimin e radhës me shumë kënaqësi, e ftoj për një fjalim të shkurtër drejtorin e gjimnazit Lojora, zotin Leran. Përshëndetje për gjithë pranishmit. Sonte për ju është një natë e veçantë, por edhe për mua. Në gjimnazin Lojora, si kujdesor klasi, kam përcjell 2 gjenerate. T'ju them drejtën, kam pas pak xhelozi kujdesor të kësaj gjenerate, pse nuk qëllova donde kujdesor klasi të njerëz për klasë të kësaj gjenerate. Por, ja që fati deshi, që mos jem kujdesor i klasës, po t'jem drejtor i kësaj gjenerate në të përmëtë. Si do qëtë, nuk po mundem, pa i përmen disa emra veçantë kësaj gjenerate, që meritojnë ato, e ata emra janë. Kristian, Teuta, Viola, Vesa, Sani, Era dhe Lorino. Desha dhe të t'ju bëjmë një, që pavarësisht suksesit, të gjithë keni vend zemërti, vend me qëllë. Faleminderit.
përkaftojmë forcën frymëzuese për gjeneratën 2023-2024 të gjimnazit Lojura Zonja Jeta Qarë. Dashun, zonë, sprint, profesor, knasi është e jam jasët. Mi vesh pas pari së të tesha, se kur kemi diplomus kemi pas tesha. Tila, në 96-ën e kom kryo në shkollë e mesme. Si falim derit që ma dham këtë mundësi pa parashikushme. Pra, muj me thonë që diplomimi në shkollën e mesme, në 96-ën, në cilë një po kalon një sot, për mu ka qenë momenti kur jëm tut mas shumë. Po, që kjo jetë a gjara që për një fëtë. Që stutët për kur gjopit, jo tut se i kom pas një që pytje në një teme cilave s'kom pas përgjigje. Për shembull, jom tut ako mu pranu në fakultetin që dojsha mu pranu. Unë dojsha me shku në dramaturgji, aty u pranu që veç 4 veta, pa që i dega e dramaturgji, që të në shkru drama, jo atrem. Edhe për jelë paru qërke dhe aty veç 4 veta u pranojshë. Në një a pranona, në dy që shë provimi pranus, s'kisha për me vetë që shë provimi pranus, se kur për para s'kish pas dramaturgji në Universitetin e Prishtinës, a thua ku mu pranun. E treta, baba e me nëjke që krejt ata që kanë 5 shosione, du të më shku në eksi, du të shku në arkitekturë. Për loju me muj tonë, me babë që të ike, qysh që ka kime shku në dramaturgji, kimi i rujt, dhe ike kimi pastru, shkollë të teatrit, se s'kime mujtë kur me bu pare me dramaturgji. Dush më shkun t'i qka që nush me bu pare. Kënej nona thëjke gratë që rritën, qika që se kanë kuletën e vetë, se morin rrugën e vetë, gjithë kanë me merë në shirë burit, jatë babës, kështu që gjithë kemi hej keq, menën kry, sën të ndroj menjen, po dorë zotit, qka po do me studiu? Po do me studiu t'i qka që kur porët e tuja s'kemi bomës, hajde mas të me më thonë, ku që ka pëmbon burin. Për që ato, e di që kisha pas që e dikush, kur i kom pasu në 18 ku këm diplomu, me më thonë që to që këndu ju thonë me juve sot, e që është mos u tëtë. Mos u tëtë, as mos u mërzit. Sepse krejt senet janë të lidhën dhe çdo sen e ka fillimin e vetë, dhe fillimi është që ajo biseda. Biseda ma e rëndësishme që keni me boj jetë, është që kjo biseda, si 18 vjeçare, biseda që i bëni me vetë vetën. Edhe ka me pas shumë zona, rreth e përqash që ndonjë jo bëne qashtu, jo bëne qashtu, s'po thëmë mos mingur heqë, po thëmë rreth janë i zonin bisede që i bëni me vetën, e këtyre tjerve rrëdh janë i zonin, thojmë gjapo, si o thojnë ull janë, po thojnë rrëdh janë. Nga e një vetën, pas porje, mas një tjerë. Sot po marë tu ju ka lëzu që si të kjo shkollës mesme, kishe mirë me vendosë për një profesion që doni me bo. Një profesion që edhe pak pagu kërkush, ki qef me bo qatë bo. Sepse nëse e bon qatë profesion, kime qenë gjithmoni lumëtu. Ju i kisha rekomandu mos me shku veç në venet që ju pëlqenjë, me nejt veç me njerës që ju shkon muhabeti, po me nejt edhe me njerës që janë komplet ndryshe prej josh. Edhe prej tyne keni me mësu shumë. Mas shumë të keni me mësu jo prej saneve cilat ju shkojnë mirë, po prej saneve që ju shkojnë keq. Në fund, kisha pas qef na mu taku në Kosovë. Kom qef ju me ladru në përbot, me shku me studiu, po kisha pas qef gjithë me pas diçka që bonin karierën e ju, edhe nëse të përfundoni jashtë, diçka mi ju po hajre i Kosova, se na kemi nevojë për ju. Mirë po, mundohni, mos mi bu senet, mos mi randi gju neve, në fund, mas gjithë që saj që e tash, është mi bu senet ndryshe për i krejt gjeneratave të kalume. Porosia njësore, po më duket për kej saj që e tash është të fund, mos më tut që kjo është krejt sa të më qosë. Faleminderit. Faleminderit shumë për një flerim frymëzuese dhe për porosi shumë të rëndësishme. Sonte, për një drejtuar në pratë të gjimnazit tonë, ftojmë nxënësen e ndaluar të gjeneratës për fjalë të shkurtër, Qamile Kellogg.
të dashur prindër, drejtor, mësues, familjar, shok e shoqe, mirëservës. Nuk e kemi besuar që do të vi kjo ditë, duke i numëruar muajt, ditët, orët, minutat, sekundat erdhin. Dhe tani që erdhin dihem keq, sepse do të lë pas mësues, shok e njerëz që më inspiruan. Kur erdha këtu për herën e parë, nuk e dija kur që kjo shtëpi e madhe do të bëj vetë më i njohur për mua. Vendi që tani kur e shoh, i shoh kujtime që kam në çdo cep të saj. Vendi ku ata realizoja antarënia. Sot nuk është vetëm një natë e diplomimit për mua, por edhe fundi i ngjarjeve, përvojave dhe emocioneve që të mbetet gjithmonë në zemrën time. Imagjinoni një botë ku çdo dëshirë jona realizon pa vështirësi e pa sfida. Shumë e bukur, por aty do të humbnim një pjesë të rëndësishme tona. Atë që na ndihmon të rritemi, të zhvillohemi dhe të krijojmë karakterin e aftësitë tona. Në shkollë ne patëm mundësinë të blendemi në çdo aspekt që do të na bëjë të marrim hapat e rrugës që na pret. Nganjëherë këto dëshira jetojnë vetëm në horizontin e mendjes. Ato bëhen disa iluzione që marrin figurën e diçka në mendjen e gjithë secilit dhe bën arsyeja që na shtyn të vrapojmë pa u kodor. Mirë për t'ia arritur ato, neve na duhet një brendësi, një orkestër mirësie, dashurie dhe ndje dhe vështirësie. Ndar çdo gjë që kemi hasur në jetë na bën atë që jemi. Gabimet tona jemi ne, dëshirat tona jemi ne, dhe veprimet tona jemi ne. Tani jemi në pragun e një dire që nuk e dim se çka ka mbrapa saj. Mirë po e dim që do t'jemi vetëm. E për këtë njeriu duhet të ketë gjithmonë një qëllim. Për këtë që jam unë sot, dua t'i falenderoj disa persona që janë shumë të veçantë për mua. Profesori Elis, profesori Akër dhe profesori Teran, faleminderit që jam për shkollën më të bukur dhe kemi qenë frymëzim do keqës për të gjithë ne. Profesori Shatiridon, faleminderit që kemi qenë pranime sa herë që kemi pasur nevojë. Profesori Shatoniet, faleminderit që kemi qenë pjesë e udhëtimeve tona të mrekullueshme dhe që na kanë dhënë mbështetje në momentet e vështira dhe të lumtura. Në pamundësi për të falenderuar veçmas, falenderoj edhe të gjithë profesorët e tjerë për punën e pajoshme në vite. Dhe në fund faleminderit edhe shoqërisë time që ka bërë çdo moment të bashku. Faleminderit shumë. Plotësia e përfunduse e zgjidhur natë por edhe më e madhe edhe më e bukur. Po tani është ndoshta momenti më i bukur edhe më i shumë pritur i natës. Tani arriva për të marrë diplomat e shumë merituar të